Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salavat dhe selamet e dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tyre dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allah azza wa jall në Kur'an ka thonë: Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nuk ta kemi zbritur ty Kur'anin që të vuash, që të dëshpërohesh me të, që të dëmtohesh, që të vuash. Kjo është kuptimi i ajetit kuranor. Do të thonë çdo gjë që ka shpall Allah azza wa jall në Kur'an, edhe në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka shpallur atë, nuk e ka vendosur atë dispozit, atë urdhëres, ose nuk e ka larguar njerëzit nga ndalesat, përveç se për një qëllim, për një urtësi të madhe, e që nuk është me i rëndu njerëzit, që me vujt ata me pas më të vështirë jetën e tyre, mirë po që me pas më të lehtë dhe me e realizu adhurimin e Allahut azza wa jall. Ubudia, e cila është robëria jonë ndaj Allahut azza wa jall. Kjo ubudia është dy lloje. Është ubudia, disa kanë përmendur se ubudia e përgjithshme dhe ubudia e përveçme. Mirë po disa prej dietarëve përmendin se ubudia është dy lloje, mirë po kanë thënë se një lloj i ubudijes, një lloj e robërimit të ndaj Allahut azza wa jall, ose e robërimit të krijesave të tij, është që është e imponuar, e detyruar. El-ubudia el-ittirariya i thonë. Edhe një lloj tjetër është që njeriu mundet me përzgjedh. Të dy llojet, domethënë një lloj të ubudijes. Lloji i parë ka të bëjë me të gjithë njerëzit, me të gjitha krijesat. Domethënë Allah azza wa jall për ajete të kuranore të ndryshme tregon se çdo gjë është rob i Allahut azza wa jall. Pra arsye se Allah azza wa jall e ka krijuar ata. Ka krijuar njerëzit, ka krijuar krijesat, ka krijuar njerëzit edhe mesën e njerëzve ka që janë besimtar, jo besimtar. Dhe të gjithë janë robët të Allahut azza wa jall. Askush prej tyre nuk mundet me dalë jashtë pushtetit të Allahut azza wa jall. Askush prej tyre edhe në qoftë se nuk e beson Allahun azza wa jall, nuk mundet me dalë jashtë kontrollit të Allahut azza wa jall. Të marrim një shembull konkret, për me dëshmu ose me kuptu se dikush mund të më thonë Abdullah në këtë aspekt çka ka kuptimin kur lidhet me jo besimtarin, i cili në të vërtetë të mohon Allahun azza wa jall, nuk e beson atë, bile me ndodh që edhe me shah neudhu billah Allahun azza wa jall, po prapë nuk del kjo jashtë ubudijes së përgjithshme ose ubudijes së detyrueshme. Allah azza wa jall ka krijuar në këtë vend, në këtë tokë, dhe ka kriju, kushtet vëleshme për me jetu në tokë. Edhe këtë trup që na ka kriju Allah azza wa jall ka bëu që ky trup me jetu me kushtet caktume, me ndranë me pije dhe me kushtet e caktume, sa nëse bëhet disbalanca e këtyre, atëherë njeriu mundet mos mund, bile mundet me vdek. Tash nëse dëshiron dikush me u largu pe kësaj ubedijes, me thonë unë po du me shku me jetu në Mars, ose me jetu dikon tjetër afër diellit, ose në për planete tjera që janë shumë ftofta, s'ka me mujt, për arsye se Allah azza wa jall i ka kriju këta trupa për këtë vend, me këto kushte atmosferike, me këto që i ka kriju Allah azza wa jall për njerëzit. Po ashtu edhe trupin e njeriu. Nëse dikush thotë po du me bë gjakun i cili ka ngjyrën e kuqe me bë me një ngjyrë tjetër, edhe jo me bu ato eritrocitet e leukocitet e ato të tjera që e përmban gjaku i njeriut, po du diçka tjetër, ose me bu për shembull ushqimin e njeriut pak më ndryshe. Duke përdor më shumë metale të rënda ose metale të cilat janë helmuse. S'ka më mujt. Që kjo është ajo ubudia e përgjithshme. E ubudia tjetër e cila lidhet me shpërblimin edhe me ndëshkimin. Nesër në ditën e kiametit është ajo ubudia që disa e quajnë për dietarëve ubudia e veçantë ose ubudia e zgjedhjes, që njeriu mundet me përzgjedh. Apo do me kon rob i Allahut azza wa jall, apo do me kon rob i shejtanit, apo do me kon rob i vetvetes, i dunjas e kështu me radhë. Kjo është ajo ubudia që njeriu pastaj ka mundësi me përzgjedh, mirë po nuk mundet njeriu me jetu në këtë botë dhe me përjetu lumturinë e vërtet përveç se nëse i bashkon këto të dyjet. Këto dy ubudijet. Shatibi ka një fjalë të tij, thotë kështu, në librin e tij në Muwafiqat, kur fol për objektivat e shariatit, objektivat e fesë në përgjithësi, thotë el-maqsadu ash-shar'i min wada'i ash-sharia ikhraj al-mukallaf
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. Thot qëllimi i përgjithshëm i fesë që Allah Azza wa Jalla ka zbrit këtë fe në këtë mënyrë, me këto urdhësa, me këto ndalesa e kështu me radhë, është me nxjerr njeriu nga ndjekja e epsit të tij, që të bëhet rob i Allahut Azza wa Jall me përzgjedhje, sikurse që është rob i Allahut Azza wa Jall me detyrim. Që kjo është domethënë ajo ubudia me përzgjedhje që lidhet me pastaj edhe me ato se ka më ndëshku apo ka më shpërbly nesër në ditën e gjykimit. Pastaj njeriu ka nevoja të ndryshme. Secili njeri ka nevoja të ndryshme. Ka nevoja trupore, ka nevoja që kanë të bëjnë me mendjen, ka nevoja që kanë të bëjnë me shpirtin. Dhe në qoftë se për këtyre të trijave ja ndron vendin, atëherë s'ka më shumë mi përmbush këto nevoja, bile edhe ka më shkaktu një çekuilibrim. Domethënë një jo ekuilibrim, po një çekuilibrim i nevojave që njeriu e ka. Domethënë që Allah Azza wa Jalla ka krijuar, sepse Allah Azza wa Jalla ka krijuar njerin prej shpirtit dhe prej trupit, dhe secili prej këtyre komponenteve ka nevojë me përmbush edhe me ngop njeriu përmes asaj. Në qoftë se dikush tash dëshiron me ndru vendin, edhe me thonë se po du me u ngop nëpërmjet ecjes në natyrë, ose nëpërmjet diçka tjetër, nëpërmjet nuhatjes, ose çështjeve të tjera, atëherë s'ka më shumë me e largu këtë uri që ka të bëjë mbra me çështje trupore. Dhe po ashtu kjo është me mendjen. Domethënë ajo që ka të bëjë me mendjen duhet me përmbush edhe nëpërmjet njohurive, nëpërmjet dijes. Po ajo që ka është më rëndësishme është, domethënë që ka të bëjë me shpirtin e njeriu. Ajo që ka të bëjë me shpirtin e njeriu, shpirti i njeriu ka një ngopje ndryshe, një lëndë e cila shërben për ngopjen e tij, për me përmbush nevojat e tij, e që kjo është ai adhurimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Prandaj nëse dëshiron njeriu me, domethënë me çekuilibru, me bëni çekuilibër ndaj këtyre të trijave, atëherë s'ka më jetu jetë të rahatshme, s'ka më jetu jetë të lumtur. Ka prej ju muslimanëve të cilët për shembull ata mundohen me arrit kënaqësinë, po ajo kënaqësia e tyre është trupore. Domethënë mundohen me arrit kënaqësinë trupore. Dhe në ekonomi disa përmendin një farë rregulli që thonë, ose për me kuptu këtë farë rregulli, thonë se për shembull njeriu kur është shumë i uritur ose shumë i jetur. Domethënë kur je shumë i uritur, ki nevojë për me ngrënë bukë. Mirë, kur të han kafshatën e parë, kime përjetu atë farë kënaqësinë. Domethënë kime përjetu kënaqësinë, pastaj të dytën, pastaj të tretën, derisa të vjen një kohë kur ngopesh ti. S'ki nevojë, domethënë për ushqim. Masanej shkon në minus. Domethënë çdo herë shkon ajo kënaqësia më e madhe është në fillim, masanej vjen duke u zbrej, pastaj shkon në minus. Dhe kur ja nis me kalu në minus, mund me shkaktu dëmtime serioze. Saqë njerit i cili ka për qef, domethënë një lloj të ushqimit ose disa lloje të ushqimit ku ngopet shumë, vaki janë me afru afër aty te ai, edhe veç me nuhat thot largo me këtë se s'po mundna me mbajt. Se do të thotë çdo kënaqësi trupore, sado që domethënë zmadhohet, edhe njeriu kur e ka kalon kufinin, atëre aja e humb atë farpeshën e sajna dhe domethënë e ndin një farlloj boshllëku. Një farlloj boshllëku. Për këtë arsye njerëzit të ndryshëm kanë nevojë ose ndin nevojë për shkakun me mbush këto boshllëqe që i ndin njeriu për domethënë në jetën e tij me forma të ndryshme, duke kalu prej në kënaqësinë tjetër, dikush tjetër masanej mundohet edhe me mbush atë boshllëkun e shpirtit, ose që ka të bëjë me anën shpirtërore, domethënë ka nevojë me përmbush me yoga, ose me filozofi të ndryshme, me meditime, me domethënë përqafimin e ideologjive të ndryshme, të cilat sipas tyre në kinë ka të bëjnë me ato anën shpirtërore. Pas mundën me përmbush përveçse me adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall. Kur vim tash këtu te agjerimi, domethënë për arsye se edhe muaji i Ramazanit është afër, domethënë agjerimi është një prej atyre ibadeteve të Allahut Azza wa Jall, i cili e përmbush këtë nevojë të njeriu, domethënë nevojë shpirtërore. Po njëkohësisht është edhe një ekuilibër ndërmjet trupit edhe shpirtit edhe mendjes. Thamë se nëse nuk ekziston ky ekuilibër, atë njeriu nuk ka më jetu jetë rahatshme, nuk ka më jetu jetë lumtur, ka më pas një kënaqësi momentale, po ajo ka me përfundu edhe ka me mundu me gjithë kënaqësi të tjera. Agjerimi është ai i cili domethënë
është i cili një për ibadete më të mëdha që Allah Azza wa Jalla ka vendosur ose ka bërë si legjislacion i cili ka qenë edhe më herët, në mënyrë që njeriu me e përmbush këtë nevojë të tij shpirtërore, po edhe një far aspekti më thon njeriu se bën më deri këtu, sikur sa i cili për shembull han. Edhe është çaq shumë i uritur sa që s'po mundet edhe më marr frym. I thotë atina ka dalë, merr frym pakës, mos ne vazhdo. Edhe këtu njeriu për shembull në agjerim është sikur se i thuhet ka dalë ti deri tash e kon, domethënë duke ngrënë, duke pi mirë, po këtu stopo. Mirë, po ajo çka është ta që e dim pe ajete kuranore që Allah Azza wa Jalla përmend në librin e tij kur flet për agjerimin, domethënë është një falidhje shumë domethënë e madhe ndërmjet agjerimit dhe devotshmërisë. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O të cilët keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi juve sikur se atyre më herët në mënyrë që të bëheni të devotshëm, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Domethënë është lidhje pashmangshme ndërmjet agjerimit dhe devotshmërisë. Devotshmëria kanë dhënë dietarët për kufizime të ndryshme, mirë po është si me bë një far pengesë mes teje dhe dënimit të Allahut Azza wa Jall, duke i praktikuar urdhat e tij dhe duke larguar nga ndalesat e tij. Çka pengon tash devotshmërinë? E pengon devotshmërinë disa gjëra. Pe këtyre gjërave kryesore që e pengojnë, që janë pengesë për me arrit devotshmërinë janë 3. Shejtanët nga xhenët, shejtanët nga njerëzit dhe egoja. Egoja apo uni. Domethënë këto 3 gjëra janë të cilat e pengojnë devotshmërinë. Tash në Ramazan njeriu domethënë ka mundësi, domethënë me arrit devotshmërinë për arsye se të 3-jat janë që ose zbehen ose domethënë zbehen shumë sa që disa prej në ballaki edhe nuk ka mundësi edhe me ekzistu. Për shembull, e dim në mirat hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur të hynë Ramazani hapin dyert e xhenetit dhe mbyllën dyert e xhehenamit edhe prangosen shejtanët. Disa prej dietarëve kanë thonë të gjithë shejtanët, disa kanë thonë vetëm ata rebelët. Domethënë Allah Azza wa Jalla ka ndihmuar njeriu përballë kësaj sprove ose përballë kësaj pengese të arritjes të devotshmërisë duke e prangos këta shejtan. Për këtë arsye nuk kanë shejtanët pushtet edhe aq shumë tek njeriu. Po ashtu çështja e dytë është uni, vetvetja. E njeriu kur alergjeron, domethënë ai farë çështja kur stopohet ose privohet nga haja dhe pija, atëre pak a shumë e privon atë farë nefsin e tij që me bëu vepra të këqija. Po ashtu edhe domethënë shejtanët nga njerëzit. Unë me përmend këtu edhe shokët e këqij. Domethënë ka disa njerëz të cilët e luajnë rolin e shejtanit. Ai në vërtetë është shejtani i cili ec nëpër tokë, që s'ka nuk e afron atij në shejtanët. Ka mundësi edhe shejtanët me mësu për ti. Ka mundësi mbi shejtanët me mësu për ti. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall pra kjo është lidhje pashmangshme ndërmjet këtyre ose ta përmendën këta të fundit, domethënë ai i cili domethënë është shejtan vetveti, i cili e largon njeriu nga punët e mira, e urdhon për të këqija, e largon nga punët e mira, ky njeri, domethënë ky shejtan zbehet edhe shoku i keq në këtë rast zbehet ose zbehet ndikimi i tyre për arsye se njerëzit zakonisht rinë në xhami edhe nuk shoqërohen me shokë të këqij dhe kështu që njeriu ka mundësi me arrit këtë farë devotshmëri. Mirë, po problemi ka herë po qëndron te njerëzit të ndryshëm të cilët për shembull po hin Ramazan, po dalin për Ramazanit, po mbesin njerëz të njëjtë. Po mbesin njerëz të njëjtë. Shpesh i gjojnë të njerëzit e njëjtë, ata po përjetojnë atë farë një farë lloj kënaqësie, lumturie gjatë Ramazanit, duke përjetuar adhurime të ndryshme. Mirë, po pse nuk mundën mu largu prej veçës të këqija? Pse nuk po mundet një femër muslimane, për shembull, e cila tash e ka kuptuar që, domethënë, sidomos në gjatë kohës së verës, është në gjendje me bë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Për hir të Allahut Azza wa Jall është në gjendje me bë sabër 18 saat në disa vende edhe më shumë, edhe mos me hunger edhe mos me pi. Në anën tjetër s'është në gjendje, domethënë me u nështru Allahut Azza wa Jall për çështën e mbulesës, ose ai tjetri që ka probleme për shembull me duhan ose me domethënë gjunoa të ndryshme. Pse nuk mundet me u largu? Aja që ka ndoshta mundën me thonë që ndikon që këta s'po mundën me përfitu për Ramazanit, është se s'pëdin qysh me shfryzu Ramazanin, ose domethënë është një farë lloj pengese që pengon këta me ndryshu vetveten e tyre.
Për me ndryshu, për me marrë një cilësi, mas pari është, dhe me thonë do të me ditë, me pas atë idenë, për shembull për me marrë një zakon caktuar. Për shembull një periudhë caktuar se ke ditë për diçka, ke thonë se çto është mirë me bë, edhe ke shti në atë farë programin tënë. Edhe aja pastaj ka reflektuar në vepër, pastaj vepra është bë në mënyrë të vazhdueshme o bë zakon, ai zakoni o bë edhe pjesë e personalitetit tënë. Dhe kështu është formuar, domethënë janë formuar ato zakonet ose të mira ose të këqija. Njerëzit gjatë periudhave të, domethënë fëmijërisë ose edhe ma vonë kanë përfituar këto zakone, e kështu domethënë i kanë përfituar. Në fillim me konaj fare ideja që është mirë me bë mirë, ose dikush domethënë ka pas një shok ose dikon i cili e ka nxit për të keq, pastaj e ka shtin veprim, pastaj u bë zakon duke vepruar ato shpesh dhe në fund domethënë është bë pjesë e personalitetit. Tash për më ndryshu që ato duhet edhe pe fillimit përsëri, që njeriu me koni bindun që ajo tjetra, domethënë është vepra e keqe që duhet me ndryshu. Shumë njerëzit sot nuk janë bindur, po gjithmonë si me thonë e bën tezkije vetveten e tyne. Me thonë e lavdrojnë edhe thonë se s'kemi natë meta, veç pa do të meta të vogla. A në qoftë se dëshiron njeriu me ditë vetveten e vet, do të vazhdimisht me kritikuar edhe me këshir kuj ka ato të meta, se kanjëherë nuk e din edhe që i ka ato të meta. Për shembull, që është tek një sheh, tek kur të thu, për shembull, kur të vet dikon, kur të pyet dikon, ti a ki mendjemallsi? Thotë jo, s'kam mendjemallsi. Në anën tjetër, më thon hajde rrim me këta njerëz, të cilët janë më në një niveli më të ulët, ose njerëz të cilët domosdoshmë janë që të shoqënia, domethënë konsiderohen më të ulët, edhe s'ka çfarë menet me ta. Domethënë ky njeriu pa pretendon se s'ka kibër, se s'ka mendjemallsi, në vërtet ka mendjemallsi. Po nuk e ka zbulu vetveten. Pse gjithmonë mendon për veten e tina që është perfekt, ose është afër, domethënë për sosmërisë. Pra njerëzit domethënë për me vërejt vetveten e vet, ose për me ndryshu mas pari duhet me ditë që është keq. Domethënë që gjendja e tij nuk është edhe e mirë. E dyta masanej vullneti, se ka dikush për shembull e din, mirë po s'ka vullnet. A keni pa klopin njerëzve ka herë dëshirojnë ose pritojnë me shku te mjeku, se thot mos po mdel një farë smundje keqe, masanej më privon e smundje keqe nga lënia e duhanit ose lënia e diçkafit. Pse? Domethënë ai po të friguohet për vetveten e vet që nëse i thot mjeku më stopu, më ndalu be asaj, atëherë nuk është në gjendje me lënë çata. Pra problemi qëndron mas pari se njerëzit domethënë a janë vetëdijshëm për gjendjen e tyre, a janë vetëdijshëm për të metat e tyre. Si që thëken edhe një hoxh atje në Arabi Saudite, ullu me vetveten tonë dhe këshire vetveten tonë se cilat e në të metat e tua. Këshire mirë, edhe mos i baloj ka vetvetas tonë. Po ullu edhe korregjoj vetveten tonë, këshire, edhe shkruj të metat e tua, 1, 2, 3. Që kam une punët me Allah në Azza raportet me Allah në Azza cilat smundjet zemrës i posedoj. Mas pari e di që kjo smundje është smundje e zemrës, edhe cilat janë ato farë gjëra që më ndihmojnë me kuptu se a posedoj apo nuk e posedoj. Masanej, me thonë, anët tjera të raportit tonë me Allah në Azza sikur se adhurimit e ndryshme, që kam punë me namazin, e gjarat e ndryshme, po edhe në raport me njerëzit. Me thonë, kër të shkrum këto edhe janis, me e korrigju edhe me llogarit vetën tonë, del se ko gja, dhe me thonë të gjithë na pa për jashtum, dikush pak ma pak, dikush pak ma shumë, jena të cilat kena të meta. Po s'dojna me i kuptu ose nga njëherë i neglizhojmë duke mendu se Korani dhe Suneti janë për do të njerëz të tjerë, jo për neve, dhe pastaj kur po hin Ramazani, kur po hin dhe me thonë kjo sezona Ramazanit është, pastaj kur del edhe nuk ka ndryshuar edhe as shumë në vetveten e vet. Për këtë arsye dietarët kur flasin për Ramazanin thonë njëri dohet me bëu disa sene paraprake në mënyrë që me mujt me shfrytzu Ramazanin. Ose çu më thon janë disa çështje që më thon çish me prit Ramazanin në mënyrë që me ndikuaj te na më pozitivisht. Ajo njëna pe aty në gjanave kryesore që përmendin dietarët edhe kjo është shumë e rëndësishme, po duhet me potencu shpesh herë. Më thonë, djetarët të regojnë se njeriu kur udhëton drejt Allahut Azza wa Jall, ai udhëton me zemër. Mirë po, kjo zemër
Udhëtimi nga herë mund të shumë i kadalshëm. Nga një herë mund të shumë i shpejt. Çka ngadalson, edhe e bën që shumë vështirë me ecë. Mos më mujt, domethënë sikurse me pas ato prangat, zinxhirt me pas, janë ato gjinohat. Gjinohat janë ato të cilat neve na pengojnë drejt rrugtimit tonë ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye njeriu i cili dëshiron, ka thonë domethënë me prit Ramazanin edhe me shfrytzu ato, është me bë tëube. Domethënë tëube nga të gjitha gjinohat, mu largu nga gjinohat. Me bë tëube mu pendu te Allahu Azza wa Jall. Këto shpeshherë njerëzit e thojnë me gjuhë. Mirë po, kur vjen puna, atëherë në praktik është e vështirë, domethënë me u praktiku për arsye se njerëzit s'dojnë milion ato që kanë vepruar më herët. Pra duhet me hiq dorë për asaj në çka kemi bërë dhe na e dimë shumë mirë ose kemi ndëgjuar shpeshherë, domethënë nga hoxhallar, nga dietar, të cilët përmendin domethënë fjalë të ndryshme të selefëve se s'kemi mujt me fal namazin e natës. Ata kanë folë për namaz natës, na kemi problem domethënë me gjërat elementare, me gjërat kryesore, domethënë namazin apo i rrim gati apo jo, a jemi duke falur në kohën e vet apo nuk jemi duke falur në kohën e tij. Pse? Se kanë thonë jo, e kam bënë një gjuna dhe çaj gjunahin ka pengu nga namazi natës 6 muaj. Domethënë çaj e kanë ditë vetveten e tyre e na që jemi që bojmë gjuna të vazhdueshme, sidomos gjinoha me gjuhë, kur zatelim shpesh herë dhe pastaj fillon aty gibeti, gjërat e tjera, domethënë ndodhet që me shpift ndaj tjetrit, pse se nuk e ka konfirmuar lajmin. Ka thënë Allah po më mbarmendja, masanej e ka akuzuar tjetrin dhe ka ndodhur shpifja. E limo dhe gënjeshtra të ndryshme, me e thjeshta është që në komunikacion mund të ndalë ndonjë polic, edhe ti e kon shpejt të vizit, i thu me i herë se e gjoni fare arsye duke e rrajt. Ti përren ato, nuk po pështën për i dënimi, po të Allah Azza wa Jall që ja të shkruhet pikën zemër, ose të bëhet pikën zemër, që ja të pengon ty nesra që me e shiju të Ramazanin, edhe mos me përjetuat knasinë e adhurimit në përgjithësi. Pra që të gjinohe që i bojmë na, në qoftë se dëshirojmë, atëherë me përjetu, dohet më u largu, dohet më pendu të Allah Azza wa Jall. Çështja tjetër që ashtu, domethënë duke ndëgjuar dersa të ndryshme të cilat janë inkurajuese për Ramazan edhe të cilat treguohet për vlerën e Ramazanit, çish më shfrytëzuar Ramazanin në mënyrë që njeriu sepse ka nevojë vazhdimisht për përkujtim. Ka nevojë për vazhdimisht për përkujtim. Ka nevojë për që domethënë e ka një farë lloj dije, e ka një informat. Mirë po, her pas here, domethënë ka nevojë për përkujtim. E sidomos me rrjetet sociale të cilat ja vjedhin vëmendjen njerëzve të ndryshëm, sepse çdo herë del atina një reels ose një shorts ose diçka tjetër, i cili as përqendron. Herë kam shiku diçka një që lidhet me fe, del një tjetër i cili lidhet me futboll, atje i del diçka diçka e zhveshur ose diku tjetër ndonjë muzikë ose diku tjetër diçka e cila i duket atina interesant që edhe trunet e tij janë ngarkon. Domethënë ka nevojë vazhdimisht me nguas ose me prezantuar në përdesë të cilat domethënë të kallëzojnë çysh më përgatit për Ramazan. Po në anën tjetër edhe mësimin e aty në rregullave të agjerimit, se domethënë shpesh herë kjo vlen edhe për haxh edhe për domethënë për umre, për njerëzit tash përmend për umre, domethënë kur shkojnë nganjëherë vetëm e dinë ka qenë më herët me dikon, edhe dinë se çuçi ka kryer, masani mërmendja që i din gjonat. Kjo në ashtan Ramazan është më pak e shprehur për arsye se përsëritet her pas here. Mirë po në haxh atje, në haxhi dikush, domethënë diku na i mundsohet vetëm një periudhë caktuar me vaki vesh një herë në jetë, s'ka pas mundësi me shku më shumë. Dikush edhe ndoshta edhe nuk ka shku. Po prapse dikush mendon që i din gjërat, anë vërtet i ka harru. Ka nevojë vazhdimisht me i përkujtu edhe me edhe rimësu. Edhe kjo është një prej atyne, domethënë metodave. Po e lutem Allahun Azza wa Jall që më na mësu me prit Ramazanin edhe me shfrytzu ato çysh është Allah Azza wa Jall i kënaqur, po para përgatitjet para Ramazanit janë të rëndësishme, e sidomos para përgatitjes që kanë të bëjnë me Kur'anin, se shpesh për vëllezërve ka të cilët e kanë neglizhuar Kur'anin. Tan kohën prej Ramazanit nuk ka lexuar diçka, ose ka lexuar shumë pak. Është në gjendje, domethënë me bë gjithfar
gjërat e tjera që kanë të bëjnë me senet e tjera, mirë po kur vjen koha puna me Kur'anin është shumë neglizhues, sikurse më konsideru që e ka braktis Kur'anin. Prandaj nëse dikush nuk e ka mësuar Kur'anin, nëse nuk ka lexuar më përpara, çish kam lexuar ai për shembull kur dikush përmend nga selefi se ka lexuar çdo ditë ka një hatme se tjetri për shembull çdo 3 ditë ka kryen, ky në të vërtetë se ka prej Kur'anin prej Ramazanit të mëhershëm. Kjo puna me Kur'anin është që në vendin tonë, si s'po di, është bërë një farlloj shprehje zahar edhe nuk u bë shprehi, e mirë, po e keqe që njerëzit me neglizhu. Njerëzit, kur të hinë në Ramazan, çish mundet njeriu me përjetu pa lezu Kur'an. E lemo edhe me meditu Kur'anin. Çështja është vetëm të leximi edhe lemo edhe me të meditimi. Prandaj njeriu do të me përgatit një farlloj programi, një farlloj çka qoftë edhe vijat e trashme, di çka ka me bë. Mos më kon ai vjetri që u kon më hershëm. Se gjithmonë po thojnë se bëdhni la kemi caktuar vetes ton diçka të re, po kalojnë ato vitet edhe gjithmonë të njëjtë po mbesim, gjithmonë nashta në fillim me entuziazëm, pastaj dikur po lodhemi kur vinë 10 netët e fundit si me zor dyqysh për shtyn, e këtu janë disa shkaqe që ndikojnë. Për se njeriu nuk mësu me ibadet, nuk mësu me adhurime, pastaj që ty pesh shpenzon atë energjinë e tij na për adhurime, pastaj po lodhet, pastaj kur vjen mesi, gjë që është evidente, e gjen edhe në për taravi, njerëz të ndryshëm të cilët në fillim kanë prezantuar, kanë marrë pjesë në taravi. Mesi me thot xhamia, se për gjysmit, ka fundi apet edhe një herë, si me zor të shty, po ai i cili përgatitet shumë herët edhe din nefsin e tina. Se secili do të me këshyr vetveten e tina, qysh e ka punë me vetveten e tina. Nuk mundet me krahasuar vetveten e tina me dikon i cili vazhdimisht lexon. Ose vazhdimisht të mësuar për shembull me fal namazin e natës. Tash më ushtymë ta. S'mundesh më ushtymë ta. Për arsye se ai ka përgatit vetveten e vet, ka kalit. Ajo është sikur sa ai atleti. Ai atleti i cili u mësua dhe nuk i dhomi muskujt kur ngan pak më shpejt. Ai për çdo ditë ec. Ai tjetër i cili po don pe fillimit, nuk mundet që ashtu si ai tjetri me arrit. Ato tjerë, ato gjërat që përcillen nga selefi janë inkurajuese, filan dietari ka bë këtë, filan dietari ka bë këtë, janë me të vërtetë që duhet më na nxit. Mirë, po ju më mendu për shembull që na mundem më bë si ata, ndërkohë që na kemi shumë një farlloj boshllëku mes neve dhe mes atyre, sepse gjëra më elementare ose çu e përmenda më herët, për shembull për Kur'an, po dam me lexu ka 10 xhuza, në të vërtetë e ke harru edhe se ke lexu Kur'anin, për shembull se ke bën një herë hatme prej Ramazanit të kaluar. Po dam me një herë me hi, edhe më bë me 10 xhuza, s'mundesh. Ajo duhet me kadal në ibadet me hi. Me një ibadet duhet me hi kadale, jo me hi me vrull. Ajo mundet njëri me hi me vrull, ne po i bëhet bumerang, i kthehet atina bumerang, se s'mundet me qëndru se s'u mësu. Në anën tjetër, janë pengesat e gjinave, në anën tjetër edhe s'u mësu me atë ibadet, edhe pastaj vetën e vet se ku është problemi, në të vërtetë është problemi se s'u përgatit më herët edhe gjërat e tjera që i cakëm më herët. Lutë Allahun azza wa jall më na bëj për atyre të cilët e shfrytëzojnë Ramazanin, çashtu siç Allah azza wa jall është i kënaqur edhe të cilët dalim prej Ramazanit me gjinoha të falura. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.